Në këto ditë me temperatura të ulta, del gjithnjë më shumë në padomosdoshmëria e një sistemi ngrojeje funksional të qëndrueshëm në shkolla. Kushtet klimatike të dimrit e bëjnë të pamundur zhvillimin normal të procesit mësimor pa ambiente të ngrohta dhe të sigurta, sidomos për nxënësit e ciklit të ulët dhe për stafin pedagogjik. Megjithatë, realiteti në shumë institucione arsimore në Vlorë, por edhe në njësitë administrative përreth mbetet problematik dhe shqetësues. Në një pjesë të konsiderueshme të shkollave mungon një sistem i mirëfillt ngrojeje, çka ndikon drejt për drejt në cilësinë e mësimdhënies dhe në shëndetin e nxënësve. Ambientet e ftohta e vështirësojnë edhe më shumë situatën, duke kthyer qëndrimin në shkollë në një sfidë të përditshme gjatë muajve të dimrit. Disa institucione arsimore janë përpjekur ta zgjidhin këtë problem në mënyrë alternative duke përdorur kondicioner apo rezistenca elektrike. Në shumë raste këto pajisje janë blerë me kontributi financiar të prindërve të nxënësve, një fakt që tregon jo vetëm angazhimin e komunitetit, por edhe mungesën e mbështetjes institucionale. Këto zgjidhje mbeten të përkohshme dhe jo efikase, pasi nuk sigurojnë ngrohje të njëtrajtshme dhe të vazhdueshme në të gjitha ambientet shkollore. Një tjetër problem i rëndësishëm lidhet me kursimin e energjisë elektrike. Për shkak të kufizimeve buxhetore, në shumë shkolla pajisjet ngrohëse nuk ndizen fare ose funksionojnë vetëm për pak orë gjatë ditës. Si pasojë, nxënësit detyrohen të qëndrojnë në pjesën më të madhe të orarit mësimor në temperatura të ulta, shpesh të veshur me pallto dhe me shall, çka e bën të vështirë për qëndrimin dhe ndjekjen e mësimit. Mësuesit dhe drejtuesit e shkollave kanë ngritur vazhdimisht shqetësimi për këtë situatë, duke theksuar se kushtet e papërshtatshme ndikojnë negativisht, jo vetëm në rezultatet akademike, por edhe në shëndetin e fëmijëve, duke rritur rrezikun për viroza dhe probleme të tjera shëndetësore. Pavarësisht kësaj, zgjidhjet konkrete nga institucionet përgjegjëse kanë qenë të pakta ose të vonuara. Në një kohë ku arsimi konsiderohet prioritet kombëtar, mungesa e investimeve në infrastrukturën bazë të shkollave mbetet një paradoks i madh. Një sistem ngrojeje i qëndrueshëm dhe i standardizuar nuk është luks, por domosdoshmëri për garantimin e procesit mësimor dinjitoz dhe cilësor. Pa një ndërhyrje serioze dhe afatgjatë, problematika e ngrohjes do të vazhdojë të përsëritet çdo dimër, duke rënduar më tej situatën e arsimit para universitar. Zgjidhja kërkon bashkëpunimin mes pushtetit vendor, institucioneve arsimore dhe ministrisë përkatëse, me synimin për të investuar në sisteme moderne ngrojeje dhe në përmirësimin e kushteve infrastrukture të shkollave. Vetëm në këtë mënyrë mund të sigurohet një ambient i përshtatshëm për nxënësit dhe mësuesit, duke e kthyer shkollën në një hapësirë ku mësimi zhvillohet në kushte normale dhe të sigurta, pavarësisht stinës.